modalitetet si partia i përjashton. Edhe një herë. Po jo, ka jetë partijake, ka jetë partijake. Merret bëhet analiza e zgjedhjeve, po bëhet nga kryetari është zotëri. Bëhet nga kryetari. Munoka ka humbur apo jo zotëri? Ka humbur Partia Demokratike. Ka humbur Luciano Boçi në Shkodër zotëri? Ka humbur Erdhë Bylik Bashi në Durrës? Ka humbur në Elbasan, kush ishte në të mos realizohet në Elbasan? Ka humbur Gazmet Bardhi në Fier? Ka humbur Dritan Shehu në Gjirokastër? Kjo pra është politik. Hajdeni këtu, po, mani përgjegjësi, qofse nuk mban lideri suprem, Ajatollah nuk mban përgjegjësi, është diskutim tjetër. Se ai nuk mban se është afër Zotit, po këta tjerët. Këta mbajnë përgjegjësi për humbjen e zotëri? Apo e ka fajin Dritan Burgia të gjithëve këtyre? Pa ata po bën. Por Dritan Shehu në Gjirokastër që ka marrë 20% të votave, kush e ka fajin o zotëri? Në Fier, Partia Demokratike ka marrë 27% të votave, si 97-ën ore. Ka marrë sa në 97-ën po them. Jam shumë dakord me ty, më unë nuk po them që ka fitu Partia Demokratike. Por unë po them ka marrë se 97-ën dhe s'ka fitu. Në 97-ën vinin na gjuni me armë dhe shtëpia, na dhe vinin me merrin kutinë dhe mbushin. Unë po them, në 97-ën po ka marrë 27%. Ti më thua mua ka marrë edhe sot në 2026. E Belinda Balluku. Po mirë tani dakord, çfarë? Në Elbasan. Por dakord se shifrat janë komfort. Unë po them jo. Berat. Me që e një Fierin, prandaj po të pyet. Berat se ka fituar Berat. Por jam dakord, po ne po themi. Se ka fituar një Beratin Partia Demokratike ta kuptoj. Kuptim ka kjo më të vesh 22%? Po jam dakord me gjitha këto. Por zotëri u po them ke në Berat, ke drejtues qarku, në mos gabojë në Bozën apo? Po. E në Bozë do rinde nga 30 ditë fushati se 8 ditë ka laja, o zotëri. Çfarë themi tani? Po tani çfarë do të tani? Ore, qofse do të bësh analizë bëj këtu o zotëri. Në Korçë vajte 3. Nga 6 që ishte në 2021, po ta bëjmë analizën. Ishte 5-6, për pak bëri grush votash, e mori 6-ën mazhoranca, se deshe mori LSI-a 6-ën për 1000 vota. Si antar i Partisë Demokratike që i bëj analizën Partisë Demokratike. Mirë, unë e di sepse unë kam qenë aty brenda dhe e di o zotëri. Diskutimet që flasin këtu. Ne dolën 5-2 në Berat, 5-2. Po mirë. Më kupton apo jo? 5-2 ore. Është alarmante kur e mendon. 5-2 dhe shohumën dhe dytën ore. Jo 5-2 do si do. Tani, dolem në Korçë, 4. Po le të ikë pra Partia Demokratike me që s'me ka parë. Jo, jo partia, po se ka parë partia. Po e njëta partia dhe ka fituar, zotëri. 2005, kam fituar 2009, ka fituar e njëta partia ka fituar. 2021 morin 150.000 vota më shumë, e njëta partia. Por jam shumë dakord me ty. Po si që ka kjo pra? Që ka problemi njerëzve, nuk që ka... Po nuk është problemi i Dritan Burgis edhe Lind Boshkëta. Nuk është problemi Doris Madhit se kjo zonja Madhi më duket, kjo usmur të kohë se ishte dhe dimë rrinte poshtë dritares Berishës. Te rruga Shpresës, ka ndite 3-4 muaj atje kjo më duket. Po mi me qa do të thosh me këtë me dhe ajti... Po qa do të thosh, ja nuk e kuptoni qa do të them me këtë më tani. Nuk e kuptoni qa do të them me këtë. Dritan Burgia ka qenë në 8 janar, unë kam qenë brenda në 8 janar. Dritan Burgia ka qenë jashtë. O zotëri, unë kam qenë brenda në 8 janar, brenda godinës PD-s, Dritan Burgia ka qenë jashtë. O,